Liderët e partive politike në Kosovë, lëvizja vetëvendosje PDK, LDK dhe AK tashmë kanë arritur në presidencë dhe ka nisur takimin e thirrur nga e para e shtetit Vjosa Osmani. Në zyrë janë futur Albin Kurti, Memli Krasniqi, Lumir Abdigjiku dhe Ramush Haradinaj dhe personi me disponimin më të mirë duket se është kryeministri në detyrë, të paktën nga fotot që po qarkullojnë në rrjetet sociale. Në këtë takim pritet të gjendet një zgjidhje për ngërçin politik që ka mbërthyer Kosovën pas zgjedhjeve të nënshkurtit, më saktësisht për bllokimin e Kuvendit të Kosovës, i cili po vazhdon tash 16 seanca me radhë, pasi opozita është kundër kandidates për kryetare të parlamentit, Albulena Axhiu, e cila është propozuar nga vetëvendosje. Për Albulena Axhiu ata thonë se nuk është figurë unifikuese për këtë pozitë, siç ka paralajmëruar vetë presidentja Vjosa Osmani. Takimi me liderët e partive është vetëm fillimi i një serie takimesh dhe diskutimesh lidhur me këto çështje. Ajo ka shtuar se nuk dëshiron të paragjykojë për rezultatet e takimit të parë, por ka uruar që secili nga liderët do të angazhohet, duke vënë si parësor interesin e Kosovës dhe qytetarëve të vendit. Unë i falenderoj liderët e partive që janë përgjigjur pozitivisht. Ky është vetëm fillimi i një serie takimesh. Ne do të vazhdojmë varësisht se si shkojnë diskutimet, qoftë në atë format, qoftë në formatet e ngjashme, qoftë në takime një nga një me liderët e partive. Si institucioni presidencës, jemi në zbatim të detyrave kushtetuese, sepse siç e dini, Neni 84 përcakton që presidenti i vendit ka për detyrë të garantojë funksionimin kushtetues të institucioneve. Mos konstituimi i Kuvendit të Kosovës e rrezikon pikërisht funksionimin kushtetues të institucioneve, që është dhe arsyeja pse i kanë ftuar liderët që të diskutojnë rrugën përpara. Nuk do të doja të paragjykoja për rezultatet, por shpresoj që secili do të angazhohet duke vënë si parësor interesin e vendit dhe kur ndodh kjo, rezultatet gjithmonë janë pozitive, tha Osmani gjatë konferencës për media pas takimit me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa ditën e djeshme në Prishtinë.